Pas izolimit ditën e djeshme, zjarri në lagjën e bazet të Krujës ka përparuar sërish gjatë natës. Flakët u janë afruar banesave duke bërë që disa banorë të largohen. Situata rrezikon të kthehet përsëri në kritike, ndaj ata bëjnë thirrje për ndërhyrje nga ajri. Ndërkohë vijone dhe djegje vend grumbullimit të mbeturinave në fshatin Kameras në Tiranë, 3 vatra zjarri u shfaqën pas ditën e së mërkurës. Fshati Ndajës mes Lundrës e Priskës, flakët rrezikuan edhe jetën e zjarrfiksëve. Gjatë betejës së mbrëmjes së shkuar u asistuan edhe 2 helikopter. Prefekti i Shkëlqim Majdari tha se është bërë evakuimi i 10 familjeve. Zjarri ka kaluar në 2 a 3 objekte të pabanuara që janë djegur. Ndërkohë helikopterët punuan edhe mbi tunelet e qafmollës, ndërsa një grup zjarrfiksësh ndërhyn në Priskë të Madhe. Fatmirësisht në këto zona nuk ka patur rrezik për banesat. Për shkak të përmasave të flakëve, policia dje ka bllokuar qarkullimin në aksin rrugor që lidh Tiranën me Lundrën dhe Dajasin. Bllokimi është vendosur në hyrje të Mulletit, ku automjetet nuk lejohen të vijojnë lëvizje drejt zonës së përfshirë nga zjarri. Për rrjedhoj në Lundër do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike. Pamjet e siguruara nga kryeqyteti tregojnë për masat e zjarrit i cili është përhapur në një zonë kodrinore dhe vijon të mbetet aktiv. Flakët dallohen nga pika të larta në qendër të Tiranës, ndërsa tymi u përhap mbi zonën e prekur. Në terren u angazhuan forcat zjarrfikse, të cilat punuan për izolimin dhe neutralizimin e vatrës, me qëllim shmangjen e përhapjes së mëtejshme të flakëve. Zjarri vijon të djeg masivin me pishë të zezë dhe bredh në parkun kombëtar të Lurës në Dibër. Në gjithë vendin janë aktive 10 vatra zjarri, ndërsa për shuarjen e tyre janë angazhuar 450 forca operacionale, 2 avion Air Tractor dhe 3 helikopter. Në Mallakastër zjarri ka përfshirë zonën pyjore Novkënd, Ngraçie dhe vijon të zgjeroj perimetrin, ndërsa mëngjesin e sotëm është intensifikuar operacioni për izolimin e flakëve. Në terren janë angazhuar 10 forca dhe mjete, ndërsa në orët e para të mëngjesit intensiteti i zjarrit është më i ulët. 30 trupa të forcave të armatosura, 10 efektiv të policisë bashkiake, 15 punonjës të ndërmarrjes së shërbimeve publike, 5 efektiv të MZSH-s, 1 automjet zjarrfikës. Në pjesën tjetër të vatrës në drejtim të ekonomisë pyjore gjinoqare po operojnë strukturat e MZSH Patos me 2 mjete dhe 10 efektiv. Vatra e zjarrit vazhdon të zgjerojë perimetrin, ndërsa në orët e para të mëngjesit intensiteti është më i ulët.